Po pas konstituimit të kuvendit, më njerë hapet mundësia dhe procedura për zgjedhjen e qeverisë. Natyrisht parashihen disa veprime siç është caktimi mandatarit dhe dekretimi mandatarit për kryeministrin nga ana e presidentes së Republikës. Unë nuk e dia a përmbushet kjo brenda ditës apo jo. Teorikisht është e mundshme, domethënë nëse ka ndodhur, domethënë në 2021-ën, por mbetet të shihet procesi i konstituimit dhe besoj që mas konstituimit do t'jenë menjëherë veprimet tona të shpejta, zgjedhja e qeverisë dhe pastaj kalimi tek miratimi i buxhetit të shtetit për këtë vit. Nuk mund të parashoh dinamikën e kuvendit të seancës së nesme, i mbetet gjithsesi kryesisë e vjetër për të diskutuar dhe për të përcaktuar modalitetet se si e sheh procesin e konstituimit ditën e nesme dhe modalitetet e votimit, dhe në anën tjetër i mbetet natyrisht deputetëve për të shprehur vullnetin e tyre përpërmet votës. Po, ajo që e dim tashmë është Kuvendi i Kosovës duhet të konstituohet dhe nuk mund të kalohet në faza tjera siç është zgjedhja e qeverisë apo miratimi i buxhetit përsa kohë nuk kemi konstituim të kuvendit. E në anën tjetër kemi, siç e dinë edhe opinioni publik dhe ne të gjithë, kemi një periudhë të shkurtër të veprimeve të shpejta dhe intenzive, ndërkohë dhe të rëndësishme. Deri më 5 mars duhet të përmbyllet konstituimi i kuvendit, zgjedhja e qeverisë, miratimi i buxhetit, plani i rritjes dhe padyshim edhe zgjedhja e presidentit apo presidentes së Republikës. Nuk mund të parashoh dinamika domethënë të konstituimit dhe nuk mund të parashoh sjelljen e deputetëve, sepse fatkeqësisht gjykata kushtetuese duke i dhënë një levë të tillë listës serbe e ka mbivendosur të drejtës së deputetit për të shprehur vullnetin ndershëm. Domethënë në njërin anë kemi mandatin e lirë të deputetit për të votuar për kundër dhe abstenim, dhe në anën tjetër kemi vendimin e gjykatës kushtetuese që i ka konservuar listës serbe të drejtën e propozimit si e drejtë ekskluzive për nënkretarët e kuvendit. Nuk e di, sepse vetëm propozimi nuk mjafton, duhen edhe gjatë një vota për nënkretari. Nuk ka pasur diskutim të brendshëm për sa i përket ndonjë mundësie të koalicionit për qeveri. Vota e qytetarëve dhe mandatet e fituara e bën të panevojshme një bashkëpunim në kuptimin e koalicionit për zgjedhjen e qeverisë. Nevojën e kemi pasur vitin e kaluar, me rezultatin e zgjedhjeve të nënshkurtit. Aktualisht sa i përket qeverisë nuk kemi vështirësi dhe probleme. Po, duhet kemi dhe do të kemi diskutime me partitë opozitare për sa i përket të marrëveshjeve ndërkombëtare, sidomos planit të rritjes që kërkon së paku 80 deputet, ratifikimit të tyre dhe në anën tjetër gjithsesi zgjedhjes së presidentit apo të presidentes së Republikës.